UÇK, Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Të nderuar bashkëdhëtar, familjar të dëshmorëve veteran të luftës, miq përfaqësues të mërgatës, të nderuar qytetarë që jeni mbledhur sot në këtë shesh të drejtësisë, sot këtu në zemrën të Evropës, para gjykatës speciale, nuk flasim vetëm për 4 mure për një proces gjyqësor apo për disa aktakuza, ne flasim për dignitetin e një populli, ne flasim për një drejtësi që na është mohuar, ne flasim për historinë e shëjtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që po përpiqet ta shtembrojnë. Të gjithë ne e dimë pse erdhi ushtria shqiptare e Kosovës. Aja nuk lindi nga urrëtia, por nga padrejtia. UÇK. Aja nuk luftoi për pushtet, por për liri. Dhe liria nuk ishte dhurat, aja ishte gjaku më i mirë i tanëve, ishte sakrifica djemve, vajzave që ranë për këtë amor dhe për këtë tokë. Sot, ku shohim ish udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës në buxhet e padrejta, ku shohim që emri ushtrisë shqiptare të Kosovës përdoret si faj ndaj dhimbjeve, por mbi të gjitha ndjejmë zemrimin dhe krenarin, dhimbja dhe padrejtësia, zemrimi për heshtje ndërkombëtare, krenaria sepse jemi pasardhësit e një ushtrie që nuk u përkul as përpara tenkave, as përpara helikopterëve serb. Prandaj sot, nga ky shesh, duam të themi me zërin të lartë, Evropa nuk duhet të lejojë që drejtësia të shndrohet në instrument politik. Bota demokratike nuk mund të mbyll syt para një padrejtësie kaq të madhe. Historia nuk duhet të shkruhet me aktakuza, por me të vërtetat e luftës së shërimtare. U bëjmë thirrje ndërgjegjësve ndërkombëtar, mos e ndëshkoni Kosovën për lirinë e saj, mos i gjykoni qëllimtarët si kriminal, ndërsa kriminalët e vërtet të Serbisë sot gëzojnë lirinë e tyre. Drejtësia duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, jo vetëm për shqiptarët, jo vetëm për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Të dashur vëllezër dhe motra, këtu jemi për të protestuar, por edhe për të kujtuar, jemi për të thënë se sakrifica e dëshmorëve nuk do të lejohet kur të nëpërkëmbet. Jemi për të thënë se Kosova nuk ka nevojë të turpërohet nga e kaluara e saj, por të krahanohemi me të. Le të dëgjohet kjo brit me derë në sallën e gjykatës, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për shërimtarët, liri për të vërtetën tonë historike. Faleminderit shumë.